E sa që rinjalli të vdekurin. Legjenda e Konstantinit dhe Dorontinës. Në një kohë të largët, në një fshat shqiptar, jetonte një nën me 12 djem dhe një vajzë të vetme, Dorontinën. Ajo ishte e bukur, e butë dhe zemra e familjes. Të 12 vëllezërit e donin më shumë se gjithçka në botë. Një ditë, Dorontina u martua me një djalë nga një vend i largët. Nëna nuk donte ta linte, por djemtë e saj i thanë: "Mos u mërzit, nën. Ne do ta marrim e do ta sjellim sa herë që ta kërkosh. Kështu të qofte fjala jon, fjala e vëllait." Por pas pak vitesh, lufta shpërtheu. Të 12 vëllezërit ranë një nga një në mbrojtje të tokës. Nëna mbeti vetëm, e pikëlluar, me lotë që nuk shteronin kurrë. Çdo natë në dritën e hënës, ajo lutej: "O Zot, pse nuk ringjallët qoftë njëri prej djemve të mi, që të mbaj fjalën e dhënë, e të msjell Dorontinën." Dhe atë natë, toka u drodh, nga varri doli Konstantini, vëllai më i vogël. Ai u ngrit në kalin e tij të bardhë, e u nis drejt vendit të motrës. Kur arriti, Dorontina po qëndronte në obor. E pa dhe u habit. "O zolla, si erdhe kaq shpejt? Kush të lajmëroi?" Konstantini buzëqeshi lehtë dhe tha: "Hajde motër, se nëna të kërkon, të pret me mall." U nisën bashk në heshtje, u dhëtuan gjithë natën, asnjë fjalë, veç frymës së erës dhe hapave të kalit, derisa arritën te shtëpia e vjetër. Kur zbritën, Konstantini tha me zë të butë: "Shko motër, hyn brenda, unë do të pres jashtë." Dorontina trokiti. Nëna u ngrit e tronditur. "Kush është?" "Jam unë, nën." "Dorontina," erdhi Konstantini e mosolli. Nëna u hodh jashtë e me duar që i dridheshin kërkoi rreth portës, por përballë saj nuk ishte askush. Në vendin ku qëndronte Konstantini kishte vetëm tokë të ftohtë. Që nga ajo ditë, njerëzit thonë: "Besa shqiptare është më e fortë se vdekja", sepse Konstantini u ngrit nga varri, vetëm për të mbajtur fjalën e dhënë. Na bëni subscribe në kanalin ton, Histori të vjetra.